Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. O shërbëtor të Zotit, ju këshilloj të druheni prej Zotit që është shtegu më i mirë për në përtej jetë dhe garanti i rikthimit tuaj. Përmes tij do mbrini synimin tuaj e do keni rikthim të suksesshëm. Kështu bëri thirrje dëgjuesi më i mirë dhe thirrsi shpalli e shpjegoi, ai që ja vuri veshin për ta dëgjuar e dëgjoi dhe ai që e dëgjoi mbajti mend e bëri siç i thanë. O krijesat e Zotit, ju e dini si i ka mbrojtur frika e Zotit ata që i ka dashur nga gjërat e paligjshme, ajo u dha zemrave të tyre drojën e nevojshme për t'i kaluar netët zgjuar dhe ditët në etje. Ajo i bëri ta gjejnë kënaqësinë përmes mundimit dhe ujin e bollshëm përmes etjes. Ata e kanë parë të afërt vdekjen, prandaj dhe nxitojnë për punë të mira. Ata si ushtruan e epsheve të tyre, prandaj dhe si andajnë syt vdekjes. Kështu pra kjo botë është vendi vdekjes, mjerimit, ndryshimit dhe mësimit, koha e ka ngritur krahun e saj, e kosa e saj e vdekjes zgabon në shenjë, po bën plagë që shërohen. Ajo e helmon jetën me vdekje, shëndetin me lëngatë dhe sigurinë me ankth, është hamësja që nuk ngopet kurrë dhe pirësja që nuk e shuan etjen kurrë.